Luizi sapo ka publikuar një video të re dhe këtë herë ndodhet në Greqi ku do të zhvilloj koncertin e radhës duke ndezur atmosferën për të gjithë shqiptarët që jetojnë atje. Në videon që ka publikuar në Instagram, ai shfaqet përballë kamerës me buzëqeshjen e tij karakteristike dhe duke përcjell energji pozitive për ndjekësit. Me stilin e tij të çlirët dhe spontan, Luizi njofton se ka mbërritur në Kalkidiki të Greqisë dhe se rezervimet për mbrëmjen e sotme janë drejt fundit. Shihemi në mbrëmje, thot ai me një entuziazëm të ndjeshëm duke e shoqëruar videon me një pamje të qartë nga rruga dhe ambienti ku ndodhet. Ky njoftim ka marrë menjëherë shumë komente dhe pëlqime nga ndjekësit e tij që mezi presin ta shohin në skenë dhe të këndojnë bashkë me të hitet që i kanë dhuruar suksese të mëdha gjatë këtij viti. Koncertet e Luizit tashmë janë kthyer në një ngjarje të shumëpritur për shqiptarët kudo që ndodhen dhe kjo mbrëmje në Greqi pritet të jetë një tjetër natë magjike për të gjithë publikun. Videoja është komentuar me fjalë dashurie e mbështetje dhe shumë nga ndjekësit kanë lënë komente të tilla si mezi presim Luizi je më i miri ose të duam shumë Luizi. Ai nuk harron të përshëndes të gjithë ata që e ndjekin nga rrjetet sociale dhe t'u jap një paralajmërim se mbrëmja do të jetë e paharrueshme. Në prapavi dallohet qartë një atmosferë e qetë e një zone banimi ndërsa Luizi qëndron para kamerës me energjinë dhe karizmën që e karakterizon gjithmonë. Ai ka veshur një bluzë të zezë dhe varsja e tij prej floriri bie menjëherë në sy duke i dhënë atij një pamje karakteristike. Ky moment i shkurtër i publikuar në rrjetet sociale është një tjetër dëshmi e lidhjes së fortë që Luizi ka me ndjekësit e tij dhe mënyra se si ai mban gjithmonë të informuar për çdo lëvizje dhe çdo ngjarje që po vjen. Në këtë mënyrë ai jo vetëm që promovon koncertin, por edhe i jep ndjekësve një ndjesje afërsie dhe përfshirjeje që e bën atë të veçantë në mënyrën se si komunikon me publikun. Kalkidikia duket gati për ta mirëpritur me duartrokitje dhe këngët e tij do të jehojnë këtë mbrëmje në një tjetër sukses të radhës. Fjalët e tij të thjeshta por të drejtpërdrejta e bëjnë çdo postim të tij të kthehet në lajm dhe çdo video e tij e përditshme në një copës lidhje emocionale me fansat. Ai nuk harron asnjëherë të falenderojë publikun për dashurinë që i japin dhe këtë herë nga Greqia ai përçon një tjetër mesazh ngrohtësie dhe përkushtimi që e bën edhe më të dashur për të gjithë. Me këtë video Luizi vazhdon të jetë jo vetëm një artist i suksesshëm, por edhe një njeri që e ndan çdo hap me publikun që e ka ndjekur që nga dita e parë. Dhe kjo lidhje nuk është thjesht mes këngëtari dhe fansash, por një ndjesje e thellë përkatësie që e bën çdo shfaqje të tij të mbushur me emocione dhe dashuri të sinqertë.